Sigurisht mund ta shikoni, është episod shumë atipik i podcastit Zëra, meqense kemi qenë protest për këto 17 ditë sot dhe s'kemi pas kohë të bëjmë podcastin, menduam që t'i bëjmë të dyja bashkë, pra ta sjellim podcastin në protest. Është epizodi i parë që e bëjmë në një ambient hapur edhe është një skenë edhe pak emocionuese për ne, duke qenë që kemi qenë për ditë dhe i kemi dëgjuar se si bërë rastin protestuesit Rama Burg Berisha Burg apo një Shqipëri e re. Gjithsesi ne kemi menduar që të bëjmë një bisedë. Ose Rama jepet dorëheqjen. Rama jepet dorëheqjen. Gjithsesi ne kemi menduar që të bëjmë një bisedë pak më përmbledhëse dhe për të sqaruar realisht se si ka qenë kronologjia e zhvillimeve në Zvërnes. Vlen për të theksuar se Citizens ka qenë në terren që më datë 2 shkurt, ku ka qenë një organizim i aktivistëve të cilët janë mbledhur dhe kanë shkuar në terren për të shkruar në rër, sos po grabitemi. Ka qenë indicia dhe episodi i parë, i cili ka qenë një kundërshti aktivistëve për të shprehur në atë kohë indinjatën kundër marrjes dhe planifikimeve që ishin për Sazanin, sepse akoma nuk kishte filluar diskutimi për Zvërnecin, dhe sot kemi menduar që të ftojmë disa nga zërat më të fortë protestës për t'i ftuar në këtë karriken e improvizuar në skenën tonë këtu. Elsa Paja, aktivistja e parë e cila zë karriken tonë të plazhit për të ndarë me ne eksperiencën A duket sikur plazhi do ta zoj këtu. Po, duket sikur do zgjas. Është dhe një zaptimi i abstresë publike në një farë forme për të shkuar përshtat kauzës e cila po ndodh në këtë momente. Kemi qenë bashkë në shkurt ku ti së bashku me disa aktivistë të tjerë keni shkruar sos po grabitemi. Pse kjo zgjedhje në ato momente? Po, tani u bë disa muaj, domethënë ideja kemi qenë aktivistë po dhe artistë ndryshëm. Ka qenë momenti që akoma ti nuk e besoje që mund të ndodhte. Por gjithsesi kishte nevojë me sjell si gjë që njerëzit ta flisin që me paraprisë se kjo gjëja mund të ndodhte dhe ne duhet me diskutu, domethënë çfarë do të ndodhte edhe me kundërshtu këtë pjesë. Kështu që lindi më shumë si një lloj, domethënë me përdorë dhe artin si një lloj rezistence për atë që mund të pasonte. Dhe shumë shpejt erdhi u bëri një farë forme ku konkretizua. Ndërkohë që protesta po afrohet, marshimi ka nisur dhe besoj mund ta dëgjoni që është duke u drejtuar tek kryeministria. Ju qenë ditën e parë të protestës, kur marshimi u bë masiv, manifestimi u bë masiv, vazhdimisht keni sjell forma të ndryshme kreative të organizimit. Një prej tyre është simboli i flamingos edhe këndi i fëmijëve. Na trego pak shkurt se si lindi kjo si iniciativë. Ndoshta më shumë, domethënë, edhe pa lindur kjo pjesa e revoltës popullore, domethënë, edhe protestat e para që janë bërë, domethënë, para se me lindë revolta, ne jemi mbledhur një grup artistësh goxha, domethënë me 10 artistë, me punu gjëra të ndryshme për pjesën e nartës. Edhe pastaj kjo na shërbeu qoftë me komunikim me njëri tjetrin, por qoftë edhe me ideja të reja se si mund domethënë me ushas edhe ndryshe pjesës protestës me sjell një frymë të re, por ndërkohë edhe me përfshisa më shumë njerëz, por ndërkohë edhe me përdor artin një farë forme si rezistencë ndaj gjërave që po ndodhin. Ne dimë se artistët, domethënë gjitha fushat janë shtypura, por dhe artistët vetë janë shumë të shtypur. Domethënë artistët që ne kemi në pushtet, domethënë arti një farë forme po na e vret, në një farë, kështu që thjesht gjërat erdhën shumë, domethënë erdhën shumë në mënyrë shumë organike, bëjmë diçka këtë, dikush sillte një ide tjetër, deri momenti që u kryi një lloj atmosfere shumë kreative dhe njerëzit i pëlqen sepse sidomos prindërit që nuk kishin mundësi me nejt gjatë në protestë, tani e kanë mundësinë me qenë goxha rehat, i këndi fëmijëve kreativ. Elsa, në fakt ti nuk e ke për herë të parë të sfiduarin hapësirën publike si aktiviste edhe për kauza të tjera të ndryshme. Je shumë aktive përmes artit tuaj që si Motrat Paja, por edhe pjesë e grupimeve të tjera keni realizuar në hapësirën publike në Tiranë. Çfarë do të thotë për ty ky revolucion i flamingove dhe si e ke parë këtë protestë që tani më jemi në ditën e 17 të saj? Ka vijuar për ditë me radhë me një numër shumë të madh qytetarësh prej mirash që ende janë duke mbushur sheshet, sikurse tani më e dëgjojmë edhe pas shpinës tonë. Çfarë ka qenë për ty ky revolucion? Si e përjeton, ndërkohë që këto koret po na afrohen, po i gjejmë. Cilat janë përjetimet e ty? Është përjetimi im, po ndërkohë është përjetimi i shumë njerëzve që marr gjithkohës, kur je këtu shesh është thua kjo është një Shqipëri vërtet tjetër gjë. Domethënë, nëse para 17 ditësh ose edhe 2-3 javësh
as në ëndër s'mund ta imagjinoni se kjo gjë do të ndodhte, sepse ishim gjithkohës, jo Shqipëria s'bët, po jepën ne vetëm jemi për kafe, ndërkohë jo, tani e kuptojmë që ne kemi njëri tjetrin, sidomos e kuptojmë kur jemi shesh. Domethënë edhe kur flasim njëri tjetrin që problemat janë të shumë të ngjashme, domethënë edhe kur jemi bashkë, domethënë kemi një lloj fuqie shumë të madhe me luftu çfarëdo gjëje. Kështu që mendoj që thjesht njerëzit nuk durojnë më, domethënë Zvernezi një farë forme ishte kupa që mbushi gjithë gjën, gjithë pjesën e grabitës së shtetit nga çdo instant, tokës, jetës, pasurive tona, kështu që thjesht është fantastike, kështu që edhe çdo person të ri që s'ka qenë pjesë e protestës, thjesht të vinë një ditë në shesh ta kuptoj çfarë energjie që është. Jeni sulmuar si një nga 7 agjenturat dhe kritika, sidomos në televizionet e mëdha, kanë thënë që ai këndi juaj është shumë i kushtueshëm, financohet në mënyrë të errët. Çfarë përgjigje ke për këtë? Tregoj sekretin tani, kush e financon? Cila nga agjenturat jeni? Po tash domethënë, tani s'më kujtohet as cila është akuza nga cila agjenturë, se më bëna Tara shumë. greke. Okej, po, domethënë iraniane, bla bla bla. Ideja është domethënë fillimisht lindi si nga artistë ndryshëm, domethënë aty jemi shumë artistë ndryshëm si materiale, pastaj gjithmonë më shumë na kanë sjell prindërit vet, kështu që tani na bën shumë gjëra sa si hapim dot sepse domethënë mos më ish përdorur. Edhe janë gjëra që nuk është se ka shumë kosto, e ke pasur lapsa, bojra, kartona. Sheshi po ashtu ka qenë edhe një demonstrim i artistëve të rinjve përmes memeve, krijimtarisë, kreativitetit. Si e ke parë gjithë të shprehjet e revoltës përmes artit, përmes pankartave, memeve, domethënë ti si duke qenë pjesë edhe e grupit të artistëve, po themi përposa aktivistëve? Domethënë, por edhe për mua ka qenë shumë e bukur kjo pjesë, ideja thjesht me qarkulluar dhe me pas sa kreativ, sa dinamik janë gjithë pankartat, edhe domethënë nuk është se janë thjesht shumë shablon të problemeve që kemi ne kurrëtisht, po i sillin në mënyrë shumë freskë. Edhe shpeshherë kur përdorin AI-n, aty e shikon që aty ka një punë shumë të madh pas, sepse gjithë ideja është vetë njerëzve, pa çka se mund të përdorin AI-n në raste, ose pastaj edhe shumica janë edhe të pikturuar me dorë që është akoma më bukur, po jo, domethënë kjo protestë ka shpalosur shumë gjëra, domethënë që nga ana kreative, që nga ana politike, qoftë pjesa që njerëzit janë këtu dhe socializohen me njëri tjetrin, ne flasim me njëri tjetrin, sepse do ishte bërë një kohë gjatë që domethënë na mungonte kjo hapësirë jona, edhe neve thjesht e komunikojmë gjëra që po na ndodhin. Kështu që nuk e di, në çdo dimension kjo protestë ka ndryshuar gjërat në Shqipëri. Elsa, shumë faleminderit ne për arsyet minutazhit. Kemi një pyetje të fundit. Gjithë ftuarve, dhe sa mendoni se mund zgjas protesta apo si e parashikoni në një fjali? Këtë domethënë kjo do varet nga qeveria, po edhe nga vetëdijshmëria e popullit që mendoj që është janë shumë të vendosur. Okej, faleminderit për prezencën. Ftojmë të ftuarin e dytë. Ndërkohë që presim të ndrohen mikrofonat, e ftuara e dytë është Besiana Guri nga Qendra Lumi, një zë që prej vitesh ka folur për natyrën në mënyrë të palodhur, do thoja unë, dhe nëpërmjet angazhimit të saj formal, po dhe jo formal. Të flasim pak për mjedisin për natyrën. Çfarë rrezikojmë realisht nëse këto projekte vazhdojnë, pra nuk po flasim vetëm për nartën, çdo ditë dhe ne Citizens kemi zbulu vazhdimisht projekte tjera, është një Shqipëri që po pikturohet si rezort. Si e shikoni? Janë ditë shumë të vështira për natyrën shqiptare. Kjo është vetëm fillimi i një bumi ndërtimesh në gjithë deltën e Vjosës. Kemi parë dhe raste të tjera para kësaj, siç është ajo në zonën e Butrintit, pak a shumë në gjithë breakdetin e Shqipërisë, ose po ndërtohet ose ka plane të ndërtohen rezorte të tilla. Patjetër që nga vjen zanafilla e kësaj, ne e kemi thënë dhe duhet ta rithemi, vjen shumë e thjeshtë nga ndryshimet ligjore që janë bërë në zonat e mbrojtura, pra në ligjin për zonat e mbrojtura. Duke bërë shumë të thjeshtë që këto leje të jepen në parqe kombëtare, në zona pejsazhe të mbrojtura, praktikisht në të gjitha zonat e mbrojtura. Dhe që këtu ka diçka që nuk shkon, sepse nuk mund të pretendojmë që kemi zona të mbrojtura dhe nga ana tjetër në të njëjtën zonë që ne kemi mbrojtur ligjërisht të bëjmë plane për investime intensive infrastrukturore që nuk kanë të bëjnë më me ruajtjen e një balance mes natyrës dhe njeriut, por kanë të bëjnë praktikisht me
urbanizimin e zonave. E prisnit ju prej vitesh bashkë me një grup tjetër organizatash ambientalistësh, mund të themi që e keni ngritë zërin, pra këtu nuk ka asgjë të re. Dhe ne ju kemi ndjek në çdo reagim, në çdo protest, në çdo manifestim, në çdo betejë ligjore, njerëzore, institucionale që ju keni bërë. Si u ndjeve ti kur u zgjuan shqiptarët? Është e vërtet, unë personalisht dhe si unë shumë aktivistë të tjerë, organizata të tjera i kanë ngritur këtë çështje prej vitesh. Paktën çështjen e Sazan Zvërnesit ne kemi gati 2 vjet që e ngrëm si çështje në media, në diskutime, në qoftë edhe në ato komente tona zyrtare me institucionet, po nuk kemi dëgjuar fatkeqësisht. Dhe momenti kur ne pam rrethimin, pastaj ishte një moment, si thuaç, konkretizimi i gjithë atyre që ne kishim dëgjuar dhe që nuk kishim asnjë informacion zyrtar. Aty ishte momenti që vërtet duhej patjetër reagim, por unë personalisht nuk e kam menduar ndonjëherë që do të kishte një reagim të tillë, kaq masiv, ose që një çështje mjedisore do të bëjë piknisja e një lëvizje mbarkombëtare. Sepse sot që po flasim, me të vërtet kauza ka në thelbin e saj mjedisin, por ka përfshirë shumë grupe të tjera, ka përfshirë dhe shumë kërkesa apo pak kënaqësi që njerëzit kanë. Unë isha, sot para një muaji ne kemi pasur një protestë pikërisht në Zvërnec, pra në zonën ku ishte vënë rrethimi. Dhe aty ishim, nuk mund të them që ishim pak, por prapë ishim aktivistë mjedisor dhe disa nga banorët e zonës. Ishim një grup relativisht i vogël, i cili në protestat e Tiranës është shumë fishuar dhe ka marrë një përkraje të paimagjinueshme. Unë nuk e kam imagjinuar ndonjëherë, edhe e kam thënë në 10 vitet e fundit, ose në 10 vite që ne na u desh për mbrojtjen e Vjosës, pavarësisht gjithë përpjekjeve, nuk kemi parë një protestë kaq të madhe për një kauzë mjedisore, edhe pse ne kemi gjetur gjitha mënyrat për ta bërë dhe për ta sjellë çështjen e vëmendjes, dhe kjo ishte një lëvizje e cila u zhvillua për pak ditë. Pra pa llogaritur këtu protestat në zonë, po flasim për protestat në Tiranë, janë zhvilluar për 3 ditë. Dhe sigurisht që ne i kemi thënë dhe dihet kush janë elementët, përveç faktit që ne rrezikojmë një natyrë kaq të paprekur, specie që jetojnë aty, por është një ndërhyrje agresive ndaj mjedisit. Njerëzit që thonë që po pse për flamingo duhet të dalun, çfarë përgjigje mund t'i japin për ta lidhur pak edhe me historikun e ndryshimit të ligjit të zonave të mbrojtura? Si mund t'ia shpjegojmë njerëzve që realisht ka një lloj abuzimi në mënyrën e vendimarrjes? Flamingot janë simboli i protestës, flamingot janë ato që bashkuan njerëzit, por nuk janë vetëm flamingot aty. Ajo është një zonë shumë e rëndësishme për të gjitha shpendët, për specie të tjera bimore, për specie të tjera gjallësa të tjera që gjenden aty. Janë habitate, diku të 17 habitate që janë vlerësuar nga shkencëtarët dhe është një zonë që quhet Ramsar, pra është Ramsar dhe kandidat për Natura 2000. Këto janë terma teknik, por për sa i përket Bashkimit Evropian, këto janë shumë të rëndësishme, pra janë habitate prioritare për mbrojtje. Flamingo është thjesht ajo që i bëri njerëzit që vërtet ta përqafojnë këtë kauzën, por nuk është vetëm për flamingot. Patjetër që flamingot folezojnë aty dhe është një specie ikonike dhe vitet e fundit ka gjetur qetësinë në atë parajsë natyrore dhe ne në momentin që ndërhyjmë patjetër që ne shqetësojmë një biodiversitet kaq të pasur. Në narrativën politike përgjithsisht edhe çfarë ka kundër argumentuar kryeministri Rama ka qenë që kemi të bëjmë me një tokë private, kjo është një çështje midis pronarëve, pse duhet ju interesoj kaq shumë, ndërkohë a është kjo vetëm në këtë kontekst midis pronësisë apo ka të bëjë më shumë se kaq, ka të bëjë me pasurinë tonë publike, me menaxhimin, me mos transparencën e marrjes së vendimeve nga ana e qeverisë, domethënë në ç'pik jemi tani më? Nuk kemi të bëjmë me një pronë ose diskutim prone private, patjetër që aty ka dhe pronë private, por diskutimi është përtej asaj. Ne kemi të bëjmë me një zonë të mbrojtur, kemi të bëjmë me ruajtjen e natyrës. Çfarëdo lloj pronësie që ndodhet brenda një zone të mbrojtur duhet të marrë vendimet, pra vendimet duhet të merren duke u mirëmenduar, duke bërë gjithë vlerësimet e duhura dhe metodat e duhura. Kjo nuk është metoda që mund të zhvillohet një zonë e mbrojtur. Nuk ka thënë, paktën ne si mjedisor nuk kemi thënë asnjëherë që jemi kundër zhvillimit, as që nuk duam që zona të ketë turizëm, por ka metoda të tjera, ka metoda shumë më të thjeshta, me turizëm me bazë familjen, turizmi me bazë natyrën, sikur vetëm eksperjenca që njerëzit do të marrin aty nëpërmjet bird watching për shembull, të paketohet në një mënyrë të bukur dhe të rritet oferta financiare, do të ishte një metodë që njerëzit aty të përfitojnë. Sepse ai që do të vitë për të bërë bird watching, që të cilën mund ta ketë vetëm nëse është një zonë natyrore pa prekur, ai është po ashtu edhe një klient për restorantet e vogla, për guest house-et e vogla,
dhe një zhvillim që vjen edhe rritet në mënyrë graduale. Ndërsa zhvillimin nëpërmjet turizmit turistik, turizmit të resorteve turistike me 5 yje, është zhvillim i turizmit masiv, edhe pse mund të jetë high quality pra një cilësie të lartë, është zhvillim i agresiv për natyrën dhe është jo shpeshherë për banorët. Edhe një pyetje të fundit, ndoshta për ta përmbledhur 5 minutë nëse kolegët nuk kanë pyetje tjetër. Sa i vështirë është në këto momente roli i organizatave mjedisore duke pas parasysh edhe rolin apo pozicionet dhe reagimet që ka mbajtur Bashkimi Evropian i lidhur kjo me reagimin e fundit të Martakos? Organizatat kanë vite që e kanë si target Bashkimin Evropian dhe ne vazhdimisht i informojmë dhe japim opinionet tona, japim dhe informacionet tona. Sigurisht që edhe qeveria bën të njëjtën gjë, kështu që kjo është një betejë e dyanshme dhe ne patjetër që e kemi të vështirë, por besoj që faktet dhe argumentet janë të pamohueshme, kështu që puna do të vazhdojë. Pyetja e fundit. Ju në fakt keni qenë ndër më të kursyerit nga akuzat, pra reagimin blok i qeverisë ju ka quajtur si ata me ndërgjegje mjedisore dhe ju ka ruajtur pak nga kjo teoria konspirative e agjenturave. Megjithatë, ka disa personazhe në opinion publik që ju akuzojnë si një investim i huaj që kërkon pengimin e zhvillimit turizmit në Shqipëri. Çfarë përgjigje keni ju për këtë? Unë distancohem nga këto akuza, kam pasur dhe raste që t'i kem live. Unë për sa kohë kam një eksperiencë kaq të gjatë në mjedis, kam krijuar një figurë që shumë veta e dinë edhe kontributin tim dhe pasionin, por jo vetëm unë, edhe organizatat e tjera mjedisore, ne kemi vite që investojmë nga koha, nga pasioni jonë, nga puna jonë për ruajtjen e mjedisit natyror në Shqipëri, kështu që patjetër që do të ketë të tilla, por mua nuk më shqetësojnë. Shumë faleminderit për kohën edhe për punën e përditshme që bëni si mjedisor për këtë kauzë. Faleminderit dhe juve sepse ne na duhet zëri i medias pavarur se që jeni ju dhe bravo që keni ndjekur nga fillimi dhe vazhdoni. Faleminderit. Ndërsa rregullohen sërish të mikrofonat, ne do donim që t'i jepnim hapësirë edhe një tjetër personazhi që në këtë rast quhet Andi Kurti. Andi përpos se një gazetar që e zhvillon punën e tij të përditshme në të mirë të publikut, po ashtu ka shërbyer edhe si një aktivist përgjatë gjithë këtyre ditëve të protestave të revolucionit. Andi, mirë se vjen. Mirë se u gjej. Mirë se erdhe. Andi, na pëlqeu shumë pankarta e dieshme e bukura do të shpëtoj botën. Kemi parë një kreativitet të larmishëm prej te çdo ditë. Do të thënë si vjen kjo? Ti zgjosh mëngjes dhe thua çfarë pankarte do zgjedh sot? Jo, është më shumë momentale, domethënë dhe në raport me reagimet qoftë protestës, por qoftë edhe në raport me ato që thuhen për protestën, edhe duke qenë se ka qenë një protestë shumë paqësore edhe duke perifrazuar si të bukur në thojza estetike, më kujtua ajo thënie e Dostojevskit nga Idioti që është bukuria që do ta shpëtojë botën, jo e bukuria si aparencë, po ajo bukuria e shpirtit, e aktivizmit, e reagimit, e idealizmit, edhe me lindi ide që ta sjell thjesht protestë si gjë. Cila është e bukur e protestës për ty? Po dalim në këtë pyetje, pastaj po t'ja kaluar. Unë kam përshtypjen që është ndërgjegje qytetare, po shohim për herë të parë pas shumë kohësh ndoshta një ndërgjegje qytetare që është realisht e ardhur së brendshmi, që ka ardhur një moment në cilin njerëzit po reagojnë sepse ndjejnë për të reaguar, jo sepse dikush po i nxjerr por sepse e kanë kuptuar që ky është momenti i tyre. Edhe po të shikosh shumica e njerëzve që ka dalë në shesh, ka një lloj, le të themi në thojza, një lloj jete mesatare që ndoshta edhe për mos dilte në shesh do ishte me pushime apo diku tjetër, por kanë vendosur që këtë ndjeshmëri sociale, filozofike, qytetare ta ushtrojnë në këto ditë të nxehta të qershorit. Edhe besoj se kjo është pjesa më interesante dhe më e bukur e kësaj proteste, që është ndër trallat kanë përshtypjen pas atyre të viteve 90, që realisht ka një lloj reagimi kaq të madh dhe ka ndjeshmëri të madhe. Andi, ti je një gazetar në punën tënde të përditshme, po ajo çfarë na ka sjell parasysh kjo protestë, ky revolucion i flamingove, është fakti që shumë figura, të cilat në angazhimin e përditshëm janë gazetar, janë figura të njohura edhe në media, kanë pasur mundësinë që të prononcohen ose të dalin publikisht për ta mbrojtur mendimin e tyre përpos atashimit si gazetar apo si pjesë e një media të caktuar. Në rastin tënd, mbajtja e një pankarte, të qenurit gazetar, të folurit në megafon, a krijon një lloj konflikti etik, profesional për mendimet që duhet japim ose si qytetar të ndërgjegjshëm për çfarë po ndodh realisht në vend?
Besoj se ka gjithmonë një lloj konflikti, qoftë edhe profesional, por dhe individual, por unë gjithmonë jam munduar të ndaj pjesën e aktivizmit tim jashtë orarit punës apo jashtë funksionit në cilin. Pra unë kur vin shesh, unë as nuk raportoj, as nuk bëj diçka që ka lidhje në mënyrë direkte me punën apo me profesionin e gazetarit dhe mundohem të jem më shumë aktivist. Dhe besoj se ne shpesh ngatrojmë këtë pjesën e të qenit i pa-anshëm, shpesh e bëjmë një gjë sikur kemi një lloj mungese qëndrimi totali ndaj gjërave. Edhe besoj se ndonjëherë të qenit i anshëm në thojza dhe të pasur një qëndrim shumë e ndershme dhe shumë e rëndësishme se sa të kesh një lloj panshmërie të jashtëzakonshme. Edhe besoj se këto kohët e fundit ka treguar edhe një faj shumë të madh në mediave tradicionale, televizioneve të paktën që kanë pjesë më të madhe të transmetimit, që ka një lloj qëndrimi unison dhe një lloj heshtje unison për ca gjëra që janë kaq shumë të rëndësishme kur 30 apo 40.000 dalin në shesh për ditë dhe ti nuk i jep jo vetëm vëmendjen, por dhe trajtimin e duhur duke thënë gënjeshtra, dezinformim, media të mëdha dhe media kombëtare të cilët sulmojnë protestuesit. Mendoj që ndonjëherë edhe gazetarët duhet ta kenë një lloj detyre morale për të mbajtur një lloj qëndrim përtej idesë së profesionit. Sigurisht është shumë e rëndësishme të jesh profesional, por është edhe shumë e rëndësishme që ndonjëherë të marrësh një qëndrim qoftë si qytetar, qoftë dhe si qenie njerëzore e një hapësire, e një qyteti, e një vendi në cilin realisht mendimi jot dhe ajo që ti çka bën ka rëndësi. Si rrjedhoje kësaj? Çfarë ka qenë diçka që ty ta ka tërhequr vëmendjen gjatë zhvillimit të protestave që nuk e ke parë të pasqyruar në mediumin tradicional ose diçka që ti do ta mëshosh si një gjë pozitive të kësaj proteste? Unë besoj se fuqia e kësaj proteste ka qenë komplet njerëzit janë bërë vetë media. Duket sikur i kanë anashkaluar pjesën më të madhe të medias dhe e kanë marrë këtë pjesën e informimit, pjesën e mediatizimit, e kanë marrë vetë. Shikoj njerëz të cilët japin informacione, japin këshilla, japin deviza për protestuesit se si duhet sillen dhe çfarë duhet bëjnë, por edhe shpërndarja e informacionit duket sikur po jetojmë në një lloj gjenerate e cila jo vetëm nuk e përfill, por për ta duket sikur media tradicionale nuk ekziston më. Besoj se është dhe një lloj leksioni i medias që të ketë një lloj reflektimi jo vetëm në raport me mënyrën se si e trajton informacionin, por edhe me mënyrën se si qasri ti brezi i i cili realisht ka një imunitet shumë të madh ndaj propagandës, qeverisë, pushtetit, por qoftë edhe mediave të çfarëdo lloj biznesit, edhe besoj se kjo ka qenë gjëja më e jashtëzakonshme. Edhe ka arritur një mbrojtje shumë interesante besoj momenti i protestës, sepse ka pasur gjithmonë kjo pyetje, pse s'ngrihen njerëzit, pse nuk ngrihen, por rinia pse nuk reagon. Ka një lloj lisie shumë interesante natyrore, qoftë edhe sociologjike në raport me momentin kur ngrihen njerëzit. As nuk mund t'i shtysh, as nuk mund të jetë artificiale. Ishte ai grush, ndoshta duke përdorur një varg të kadares, ra i grush dhe u pa. Edhe në këtë moment mjaftoi vetëm një grusht i vogël për të ngritur një ortek shumë madh pra kënaqësie dhe për të qenë këtu ku jemi. U pa, njerëzit u mblodhën dita 17 sot e revolucionit. Si e shikon vjueshmërinë ose ndoshta çfarë kemi arritur deri tani në gjykimin tënd? A kemi pas një arritje në këto 17 ditë dhe si e shikon vjueshmërinë? Unë mendoj se vjueshmëria e protestës është vetë arritje, është ai momenti në cilin ka treguar shumë gjëra. Qysh nga dita e parë dhe e dytë besoj se shinjojnë një lloj u duk që do ishte një moment historik dhe realisht është një moment historik për Shqipërinë, për këtë brez në cilin po jetojmë, duke shpalosur dhe duke treguar edhe anët ku jemi gjithë, biznesi, media, politika, trik. Edhe besoj se jemi në një moment goxha të rëndësishëm të protestës që ka treguar një qëndrueshmëri, edhe besoj se këtë e ka vërtetuar që besoj se do të vazhdoj përtej vapës, përtej pushimeve. Ka treguar një diçka shumë interesante që këta njerëz jo vetëm duan ta vazhdojnë të protestë, por janë të qëndrueshëm dhe janë shumë të qartë në atë që duan të bëjnë. Sepse kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar. Shpesh herë protestuesit, sidomos goca dhe djemë të ri akuzojnë sikur nuk e di çfarë po bëjnë, duket sikur po i manipulon dikush. Jo, janë njerëz dhe të ri me mendjen e tyre. Dhe të cilët e mendojnë fare mirë atë që po bëjnë, e dinë fare mirë, duke qenë e kanë parë dhe te kreativiteti i pankartave që kanë bërë, sepse është një gjë interesante që ata marrin pjesë aktivisht në atë gjë, duke thënë mendimin e tyre. Është forma e tyre se si e thonë mendimin. Edhe besoj se kjo gjë do vazhdoj, e thash dhe përtej kushteve të vapës apo presioneve të jashtme apo incidenteve të vogla që kur mbledh kaq shumë njerëz është e pashmangshme që mos ndodhi. Si e ke përjetuar Andi protestën ti vetë?
Unë me një gëzim shumë të madh, realisht. Dje edhe ca ditë kaluar, po thuaj se kam bërë gjithë vargun e mas të ecjeve me daulle dhe brohërime, dhe është një moment që shumica e njerëzve të cilët komentojnë nga studiot, nga shtëpia apo nga kushte tjera nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë thjesht në një lloj turme, në një lloj rrymë aq të madhe që ka dhe një lloj emocionaliteti vet, përveç pjesës mendore, ideologjike apo aspektit të shumësisë njerëzve, ka një aspekt shumë fort emocional, një lloj ritualiteti ceremonial shumë interesant që mund ta përjetosh dhe mund ta shpjegosh vetëm kur je aty. Dhe besoj se kjo është, ndoshta dua ta lidhe me një debat ndoshta që është pak më i gjerë në raport me përkatësinë komunitare. Duket sikur ne këtë ditë po jemi komunitet më shumë se çdo herë tjetër. Pra, ai që na mungoi, ato gardhi që na ndan nga Zvërneci, ato gardhi që na ndan nga Rjolli, një Librazh apo Gjetkë, duket sikur përveç se i kemi shembur ato gardhi shumë fizikisht, po shehim edhe ca gardhe realisht virtual, mendësor, edhe metafizik në një tjetër që po e bën këtë pjesën jetën komunitare çik më të afërt. Dhe kemi krijuar një komunitet i protestës edhe në thënie, edhe në parrulla që e njeh njëri tjetrin shumë mirë. Dhe kjo është, besoj se kjo është gjëja më interesante e protestës. Besoj kemi kaluar minutazhin me Andin, ne kemi dhe kolegë, Ishte që një dam pak. shumë interesante. Faleminderit. Pas se ti dua realisht ju falenderoj shumë sepse keni qenë ndër mediat e vetmi që keni bërë përveç se një paraqitje protestës profesionale, por keni qenë vetëm që i keni dhënë një zë aty ku nuk ka pasur. Të i presim ne nga. Faleminderit. Kemi të ftuarin e radhës, e cila është shumë familjare në redaksin tonë, bashkëpunojmë vazhdimisht me Urbaniza Arkitekt, edhe ka qenë një nga zërat më të fuqishëm në shumë artikuj dhe produkte që kemi krijuar për Citizens. Teksa mikrofonohet, Doriana Musaj do na bashkohet në një bisedë të shkurtër. Mund të vish? Dori, Mirë se erdhe. faleminderit. Në mesin tonë. Përshëndetje. Nëse u Karika gjeta. nuk është shumë e rehatshme, po Jo, këto shumë ishte. mirë është. Dori, si përshtypje e parë dhe si një aktiviste e shesheve ndër vite, çfarë ka ndryshe kjo protestë nga protestat e tjera që ke marrë pjesë gjatë gjithë këtyre viteve? Ka shumë gjëra, në fakt, tani po i diskutoshim me një kolegun tim. Ka praninë e fëmijëve, që nuk i kemi parë në protesta tjera. Pra është një protestë së ardhmes, do thoja unë, që mundohet, po përpiqet ose të paktën unë të lexoj, të ndërtoj një lloj bazamenti për Shqipërinë e re. Edhe unë e kam kuptuar paktën Shqipërinë e re si që Shqipëria është e re, ka rini. Pra rinia dhe fëmijët janë e reja në këtë protestë dhe sigurisht ato kanë sjellë atë larushin e protestës, kanë sjellë ngjyrat, kanë sjellë sloganet e reja, kanë sjellë energji, kanë sjellë muzikë, kanë sjellë pozitivitet. Pra kanë sjellë për mua një shpresë që e ardhmja do jetë ndryshe nga çfarë kemi dhe sigurisht një zëra si gjithë to edhe sigur asgjë mos thonë e transmetojnë këtë lloj veçmërie. Zvërneci ishte pika që derdhi kupën, si të thuash. Ajo që e kulmoi këtë protestë, po protesta po vazhdon dhe nga ajo analizë që ne kemi bërë duke qëndruar gjatë këtu në shesh, shikojmë që kjo është një protestë kundër një klase politike dhe kundër një modeli të qeverisjes. Ti je njeri i të bukurës, i arkitekturës, i zhvillimit, i urbanistikës. Si e shikon këtë kundërshti të njerëzve ndaj asaj që është krijuar deri tani në territor? Ajo që shpesh është manipuluar dhe është përdorur sikur njerëzit janë kundra zhvillimit, në fakt është e kundërta. Njerëzit që kanë dalë këtu janë pikërisht sepse janë pro zhvillimit dhe kanë dalë. Kundërshtia më e madhe qëndron tek fakti që neve zhvillimin na është shitur si i vetmi model zhvillimi është ky. Pra zhvillimi që vjen me një projekt të papritur, që të shfaqet me një gardh, dhe hapet një kantier dhe askush s'di asgjë, dhe duhet një reagim qytetar dhe më pas të shkojnë gazetarët dhe të bëhet mediatike që ne të fillojmë pas shumë punësh të marrim vesh se cili është plani. Kështu që ky kundër model i cili transmetohet nëpërmjet formës protestës dhe faktit që ai gardhi që ishte ai ndarja midis qytetarit dhe territorit vet, është pikërisht për mua në thelb të protestës dhe ajo është përfaqëson ai gardhi përfaqëson dhe një lloj modeli qeverisës që kemi pasur në gjithë këto vite, ku nga një anë janë qytetarët dhe nga një anë tjetër janë pushtetarët dhe gjithmonë nuk janë parë
në funksion dhe të bashkëpunojmë njëri tjetrin. Pra kjo është pika kritike dhe mendoj që kjo e derdhi kupën, ku qytetarët thanë që ne nuk e pranojmë më. Kjo afrimi me direktivat e Evropës, fakti që ne duam të hymë në BE, këto modele nuk ekzistojnë aty dhe nuk e pranojmë më në një farë mënyrë këtë lloj gënjeshtre kaq të madhe që na është shitur, pasi zhvillimi vjen nëpërmjet njerëzve dhe vjen nëpërmjet përfshirjes njerëzve dhe vjen nëpërmjet demokratizimit të vendit dhe demokratizimit vendimarrjes mbi territorin tonë. Si e lexon ti protestën si hapësirë? Ky është një bulevard që në përditshmëri është rrugë makinash. Këtu ka një kënd për fëmijët, këtu ka njerëz që vinë për shëtitje, këtu ka njerëz që manifestohen në format ndryshme, artistikisht, që bëjnë bashkë, që mblidhen. A është kjo Tirana që na mungonte? Po, mendoj se po. Dhe bukuria e Tiranës dhe ngjyrat e Tiranës, ajo jeta vibrante që turistët lexojnë, janë pikërisht to pikëzat që kësaj radhe janë bashkuar dhe janë bërë këto bashkësi tashmë, ku gjitha krijojnë ato kolorin e madh që ka kjo protesta dhe praktikisht kjo është dhe pjesa më e fortë, pasi këto janë të gjithë organizma që bashkëveprojnë me njëri tjetrin, nuk e kundërshtojnë njëri tjetrin, pasi në thelb të gjithë kanë pikërisht atë ndërtimin e një modeli të ri përfaqësimi. Pavarësisht se vetë protesta pritet që të nxjerrë përfaqësues lidera, por për mua do bëjt krejt të kundërtën, do thyej mitin e prodhimit të njishit. Dhe modeli përfaqësimit është pikërisht komuniteti. Fëmijët janë një komunitet më vete, piktorët janë më vete, patriotët janë komunitet. Pra gjithë kjo bashkësia e këtyre njerëzve që i bën bashkë, ironikisht një bulevard që është totalisht projektuar politikisht dhe është përdorur literalisht për 35 vite vetëm nga partitë politike. Dhe mendoj që pas kësaj proteste, funksioni që ky bulevard përdoret nga partitë politike për protesta nuk do funksionojë më, sepse askush nuk mund ta sfidojë më këtë protestë pas kësaj që ka ndodhur. Sigur edhe sot mbaroi, domethënë. Kisha edhe një koment fundit, duke qenë që së bashku kemi bashkëpunuar për materiale ndryshme për dokumentarin për kullat. Ti si eksperte që e ka analizuar procesin e kullëzimit në kryeqytet, si e shpjegon shpërhapjen e këtij zemërimi në një episod që kishte lidhje me Bregun? Domethënë, a mendon se ka lidhje me gjithë zhvillimet ndër vite që kanë ndodhur në kryeqytet dhe më pas janë shpërhapur në jug dhe tashmë edhe në veri të vendit me projekte tjera? Pse ndodhi shpërthimi pikërisht tani, në aspektin që ne e kemi diskutuar mbi ndërtimin dhe mbi transformimin e qendrave urbane? Po, mendoj që ajo ka qenë një gjë e akumuluar. Domethënë, ngjarja e Zvërnecit, ajo që po ndodh atje, është një gjë që ne e kemi parë në Tiranë, e kemi parë në Durrës, e kemi parë në Rjoll, e kemi parë në Palas, në Drimadesh, në Butrin, në Manastir, po. Pra ishte një pattern që ishte ndërtuar dhe ishte dukeshë sikur ishte pranuar që kushdo mund vinte dhe të merrte të rrethonte një territor, ta privatizonte ose ta shpallte si një pronë private, ti vinte dhe gardhin dhe askush ose të paktën protesta të izoloheshe aty vetëm lokale. Mendoj që dhunimi i individit, i dinjitetit të qytetarit që u tërhoq atë dite, ishte ajo pika që derdhi kupën, sepse tashmë nuk ishte më thjesht policia me qytetarët që po përballeshin dhe po përplaseshin dhe policia po mbronte zhvillimin, por ishte policia që ishte aty dëshmitare, ishte pafuqishme për të vepruar. Ishte një palë e tretë që hyri në lojë, një aktor i panjohur, njerëz të maskuar, njerëz të panjohur, me pushtet absolut, të cilët i dhanë vetes të drejtën të marrin dhe të zvarrisin qytetarët. Prandaj mendoj që aty u akumulua edhe për faktin që territore të kësaj natyre që janë territoret përbashkëta, që janë plazhet, zonat e mbrojtura, në vetëdijen e gjithë shqiptarëve është një territor i cili ne kemi të lidhur, domethënë mund t'i kthehemi gjithë kanuneve që kemi neve dhe e gjejmë aty marrëdhënien thellësisht genetike të marrëdhënies që ka qytetari me territorin e vet. Pra është diçka shumë herë më e thellë. Sigur kemi kaluar pak nga rritja në volum në hedhjen poshtë të gardheve, sikur ka një lloj kontrasti Po, bettoja. paga shumë është një gjë. Ka derisa një pyetje të fundit para se. Jo, unë doja thjesht të shtoja nëse e shohim këtë dhe si një lloj shfryrje nga mënyra se si ne jemi qeverisur edhe se si është trajtuar hapësira publike, mira publike, pasuritë tona publike, të mbrojtura deri diku në këtë rast. Pra, ndoshta është akumuluar e gjitha kjo dhe u deshën kaq vite që sheshi të mbushej në këtë formë, jo partiak në thonjza. Pra, ku qëndron kjo? Po, kjo do ta marrë ne shumë kohë vazhdim për ta analizuar dhe është shumë komplekse në fakt. Dhe ndoshta ishte një territor që ne e njihshim si të mbrojtur,
që ishte aty i trashëguar dhe malet, deti dhe gjithë të territore natyrore i kemi marrë të mirëqena që të vazhdojnë t'jenë aty dhe fakti që shkoi ndërtimi dhe glabëroi tashmë pas një akumulimi disa vjeçar të gjithë tyre copëzimeve pra fragmentimeve të territorit që ju përmendët, aty u shpërfaq tashmë me një arrogancë shumë të madhe, ku praktikisht qytetarët gjithë dolën bashkë edhe këtij modeli që nuk mund vi askush përveç nesh që të jetë pjesë e këtij territori. Pra, ai ishte një përjashtim i qytetarit, jo vetëm thjesht për një zhvillim të momentit dhe më pas të hapesh, pa ishte një mbyllje. Pra një copëzim i cili në fakt ka ndodhur, por këtu shkalla ishte më e madhe, sigurisht edhe fakti që fillimisht u prezantua si njerëz të huaj që do vinin ta merrnin, pra preku një pikë shumë të dobët, e cila në fakt kishte qenë aty një plagë e hapur, por që ne nuk kishim, ose të paktën nuk ishte menduar që kishte pasur kaq shumë gravitet. Pra gjitha këto gardhimet e qyteteve tona aty janë akumuluar. Pyetja e fundit, se kemi shumë të ftuar sot, e kishim shumë të lehtë ta organizonim këtë podcast, se gjithë të ftuarit i kemi këtu, pra gjithë janë në protestë. Ti vetë si e ke përjetu këtë protestën dhe për t'ju përgjigjë konspiracioneve me agjenturë, cilës agjenturë i përket? Po, e kam marrë dhe unë një akuzë, unë kam thënë unë jam poliagente. Në momentin e parë që ditën e 4 në mos gaboj, pati një qëndrim nga ana e Komisionit Evropian për sa i përket pikërisht vendosjes së një vije të kuqe, do thoja unë paktim kështu e lexova. Aty edhe unë u bashkova, kështu që poliagjentura me 27 vende, aty e gjeta unë veten. Kjo gjuetia e agjentëve të brendshëm dhe armikut të brendshëm është më shumë një manipulim që i bëhet publikut për t'i gërricur një lloj paterni që në fakt vjen nga komunizmi, ku gjithë të kenë dyshim ke kushdo. Pra një formë përçarjeje që u tentua brenda protestës dhe u hodh domethënë me idenë që do ngjiste, por kanë harruar që janë 2 gjenerata që janë arritur. Kështu që gjeneratës më të re që është Gen Z-a që e quajmë neve, ato nuk kanë asnjë lloj lidhje dhe nuk i bën përshtypje fare se çfarë i quam, pra nuk e madje mund të qeshim, por e vetmja gjeneratë që mund të fillojë të gjejë dyshime është tashmë pension dhe megjithatë dhe ato janë të gjithë aty, kështu që ishte një tentativë boshe për të përçarë protestën. Ky ishte qëllimi, por që nuk mendoj se arriti qëllimit vet. Faleminderit Faleminderit për shumë. kohën. Tani do ndrohemi dhe kemi të ftuarin e radhës. Aktivistin e kahershëm Aktivistin dhe pedagogun e të treve ne, Ervin Goci. Në fakt ne me profesor Ervinin kemi mësuar për hapësirën publike në universitet, edhe është shumë e rëndësishme që i rikthehemi diskutimin me profesorin në këtë radhë, në një podcast për hapësirën publike. Mirë se erdhe, profe. Mirë se erdhe, profesor. Si e lexon? Çapo ndodh me protestën? Si erdhëm deri te ky manifestim që sot shënon ditën e 17? Mendoj që është, domethënë, diçka e akumuluar me kohën, po që është shumë shpërthim i ndinjate, por e nisur nga akumulimi i një eksperiencë, po them unë, thellësisht zhgënjyese dhe thellësisht privuese në raport me institucionet edhe politikën. Mendoj që kjo është protesta më politike që ka bërë ndonjëherë Shqipëria, jo thjesht për shkak të sloganeve, po në radhë parë për shkak të atyre njerëzve dhe atij kompozicioni njerëzve që kanë qenë në shesh, për mesazhet që janë përcjell, dhe për faktin që ishin shumë të ri, e kupton, janë breza një kuptimi që nuk kanë asnjë eksperiencë në kuptimin e protestave paraprake, në kuptimin që duhet ta fillojnë jetën me një protestë. Por ja që ndodhi dhe dy ditë e para, këtë e kam parë me sytë e mi, mosha mesatare e atyre që protestonin nuk ishte më shumë se, do them unë, 20-22 vjeç maksimumi. Që thot ai brez, ai e ngriti, ai e tha fjalën e vet, dhe sigurisht që tani duhet parë se si është evoluimi. Mendoj që grupimet e mëdha ndoshta nga horizontaliteti e tyre
mundet të kenë tani një periudhë, si me thonë, riasesimi për gjithë motive tjera, ku di unë, kemi parasysh është një periudhë që shkon në barimin e studimeve, studentëve, ka shumë dinamika, por mendoj që e rëndësishme është që shqiptarët tregojnë që po janë protest dhe që nuk pajtohen mbi gjitha me arrogancën edhe talljen që bën një njeri i cili përveç se tall ato që i kanë parti, mendon se mund tallë gjithë popullin. Ti e analizon sferën publike edhe në fakultet, po e di që edhe në diskutime që kemi bërë bashkë, shumë shpesh kemi përfundu këtu, pra pse nuk ka një zgjim, pse nuk ka një lëvizje. A ishte kjo ajo hapësira e re, pra kemi këtu një përplasje, ndodhi më në fund, ajo përplasje që prej shumë kohësh është prit nga ne? Shiko, kjo protest mendoj që fuqinë më të madhe e kishte komunikuese. E di që dikush më thotë fuqia, energjia, kërcënimi ndaj pushtetit, por unë mendoj që fuqia më e madhe e kësaj proteste ishte komunikuese dhe mund ta them se çka kuptoj unë me këtë gjë. Pra, kur them fuqi komunikuese, e kam llafin që brezator, shtresator e popullsisë, aspektet jetës sociale, mesazhe politike të fshehura, një shlirim kuptimin e shprehjes opinionit dhe e manifestimit të lirisë shprehjes, dhe të gjitha këto komponent ku shoqëria shqiptare nganjëherë të duket si opake, si e mbyllur, nganjëherë si idiote, kur ti zbulon një moment caktuar, një shoqëri e cila është krejtësisht e çlirët, energjike dhe shumë e gatshme për të jetuar. Ky është mesazhi jo vetëm thjesht ndaj këtij pushteti, por mendoj unë që është një distancimi plot 35 vjeçar nga tërë klasa politike, nga tërë jeta institucionale, dhe unë mendimi im është unë e kam siguri këtë se kam thjesht mendim që ky shtet, ky lloj formacioni politik, ky lloj sistemi institucional ligjor, Shqipëri ka marrë fund. Ka marrë fund, do të shikojmë edhe më tutje edhe më tej se si do shikojmë raste tjera përplasjesh, mosbindjesh, do shikojmë se si do hidhen garde dhe mbas kësaj do të mendohet mirë cili do që do të bëjë një projekt diku, sepse rendi në kuptimin e një marrëveshje kontrate sociale ka rënë përfundimisht. Shumë e vështirë të shkosh sot një komuniteti atje dhe t'i thuash shikoj po e bëj, se në fund fare ma ka miratuar qeveria. Dhe kur e mendon se kush është qeveria, pra gjitha i se vetë dyshim, gjitha jo edhe pa fuqi, në moment caktuar, sot është komplet tjetër lloj, jemi në tjetër lloj situate dhe qeveria do jetë monitorim me lupë pra për çdo gjë, pra nuk do jetë më situata që njerëzit thonë le të bëj çfarë do qeveria se ne do vazhdojmë jetën tonë. Jo, ky është pikë takimi ku njerëzit nuk të lejojnë më të bësh ti çfarë të duash, po është një manifestim politik që thot stop. Dhe tërë ato, vetëm nga kjo protest, ne përfundimisht morëm vesh se sa para e pisë dhe se sa lloj pisliqesh bëhen në kurriz të mirave të shqiptarëve, të trojeve, të hapësirave publike, të gjithë drejtave që kemi ne mbi mjedisi, mbi hapësirë, mbi gjitha, dhe mjaftoi 2 javë një bombardim në kuptimin e energjisë njerëzore, dhe vetëm sot lexoja që ishin sekuestruar diku një 120 vila, edhe ku ta di, e kuptoni çfarë po bëhet apo jo? Do të thënë këtu po ti hysh 90% atyre që janë blerë janë për sekuestrim. Tani kjo për mua kjo kuti është hapur, kuti Pandore. Nuk ka më kthim mbrapa. Dhe kjo vetëm do prodhoj për mendimin tim gjithkohës një efekt zinxhir që nuk ka shumë. Një pyetje të drejtë për drejtë. Çfarë pret nga protesta edhe mendon se tashmë jemi në një rrugë e cila nuk ka më kthim pas? Që çdo gjë nuk mund të kthehet më në pikën që isha. Jo, do ketë një rezultat patjetër nga kjo lëvizje, si mendon? Pa diskutim dhe unë mendoj që kjo protestë është dhe rezultati protestave tjera, se mos harrojmë se ne kujtojmë se fillojmë pikën 0, por mos harrojmë që janë 4-5 momente të rëndësishme që nga 2013. Nga armë kimike, kemi protestat për ligjin e mbetjeve që kanë qenë masive,
kemi protestat për protestat e studentëve, kemi protestat e çmimeve, kemi edhe këtë protestën tani që është e përmasave të papara. Pra ka ardhur në evoluim gjëja, nuk ka ardhur në që do të thotë, nuk ka ardhur në zbeje. Dhe tani tërë formacione sociale ridimensionohen komplet. Ai banori atje ridimensionohet, i riu ridimensionohet, do një intelektual ridimensionohet, se shumë aktorë tani kanë dalë hapur, kanë thonë jo, nëse pranojmë më këtë gjë. Dhe tani le të themi pushteti është më shumë një efekt inercie për mendimin tim, se sa është i ushtruar, se sa është legjitim. Është më shumë një inerci. Dhe këta tash janë thjesht duke ruajtur pozicionet e tyre, por nuk janë duke qeverisur më në kuptimin legjitim, kuptimin e një projekti dhe një farë shtytjeje përpara, pra nuk ka më rrugtim qeverisja. Qeverisja është thjesht zyra, vjedhje, mbulim vjedhje, absurd, çdo ditë nga mëngjesi në darkë, çdo gjë është, e delegjitimuar dhe është shkrehur në tërë kuptimet. Pyetja e fundit, po i bëjmë njëjtën pyetje të gjithëve. Ti vetë si e ke përjetu protestën dhe cilës nga agjenturat, 7 agjenturat që kanë hyrë në këtë protestë, cilës i përket? Tani është hap loja pak si shumë, domethënë, sepse është kollajt, kur ti ke pushtetin dhe i ke njerëz në heshtje, jo vetëm që mund të shpikesh agjentura, por edhe mund të identifikosh njerëz që konsiderohen problematikë të këtu. Por me këtë lloj shpërthimi, pushteti ka kuptuar që sa do të vër tapa nëpër energjitë njerëzore në qytet, e ka të pamundur që t'i vër njerëzit në thundër, në fre, edhe t'i bëj të flasin ose të komunikojnë pa zë, është e pamundur. Dhe kjo është, ndoshta zbulimi më i madh që ka ardhur nga këto 2 javë të furishme dhe që janë tërë komponente. Shikoni sa e vogël duket qeveria dhe shteti sot, sa qesharak duket. Ndërkohë që shteti duhet ishte diçka e madhe, pra duhet ishim ne që i kërkojmë diçka shtetit. Ndërkohë që sot shteti shikohet thjesht i keqbërës, i duhet heq qafe. Pra shikoni se sa është zvogëluar përmas në legjitimitet. Po të kishim një shtet normal, ne do ishim duke bërë biseda tjera, do ishim bërë protesta tjera, do ishim duke organizuar forma tjera, do ishim ndoshta në universitet duke bërë takime, kurse këtu janë njerëzit në shesh, ka tregojnë një lloj alarmizmi, ka tregojnë një lloj emergjence, dhe që ka tregojnë që shoqëria shqiptare të vetmi mjet që ka është të zbarkojë në rrugë edhe ta klithë atë hallin e vet që ka, sepse asnjë se dëgjon dhe tërë janë të inkriminuar brenda një organizate që i ngjan ato skandaleve vite 90 në të Cosa Nostras në Napoli dhe në Palermo. Faleminderit shumë. Ne kemi një seri të ftuarish, kështu që kemi të ftuar në fundit, edhe pse jo nga rëndësia, sepse ka qenë një nga zërat kryesore të protestës. Ftojmë Brunelën, një nga banorët e zonës Zvërnecit, e cila është kthyer pak a shumë në figurën simbolike kryesore, edhe videot tuaja janë shpërndar pafund me sa kanë vënë re në rrjet. Përshëndetje. Faleminderit që erdhe dhe u bëre pjesë e bisedës. Të lutem, ishte e nevojshme, pasi Citizens ka qenë pjesë që nga dita numër 1. Faleminderit për ta shpjegu pak më tepër se sa videot ndoshta 1 minutë, 2 minutë që kanë parë njerëzit në rrjet. Çfarë lidhje shpirtërore keti me zonën dhe çfarë të revoltor aq shumë? Atëherë, ne nuk kemi nisur me idenë për të qenë viral. Kjo ka qenë ideja. Ne kemi nisur me idenë për të lënë një impakt tek personat e zonës. Unë specifikisht për këtë jam nisur, pasi shkova në plazh për të protestuar dhe për herë të parë e pash të rrethuar me garde. Dhe është një impakt emocional që njerëzit mbase e konsiderojnë të dobët, por është shumë i rëndë për personat të cilët kanë mësuar notin në atë zonë. Jam rritur në Mifol, siç e kam përmendur, dhe plazhin e kemi bërë në Hidrovor, në Portonov, në Dalan, si të gjithë personat e zonës. Që ishte një reagim normal, do thoja unë, për secilin prej nesh aty, pavarësisht se mori ato për masa. Tani si është gjendja atje? Për gjithë njerëzit që ndoshta kanë qenë për herë të fundit dhe panë që është hequr gardi, si është situata atje në këtë moment? Tani me heqjen e gardit personat mund të lëvizin lirisht me makina apo të bëjnë plazh atje, mbasi gardi u hoq.
Por problem tani është pjesa që me sa pash në postimet e PPN-a ka bllokime ende tek kanali që lidh detin me lagunën. Por vetë unë nga afër nuk e kam parë. Kam edhe një pyetje të fundit para se të jap kolegëve. Sa të frikësuar jeni si banor që projektet mund marrin në realisht jetë? Shumë, pasi pavarësisht për masës të protestave këtu në Tiranë, ne duam të jemi të sigurt që qoftë me ndrimin e sistemit, qoftë me çfarë do lloj ndryshimi të cilin ne po kërkojmë, të jemi tmerrsisht të sigurt që kushdo që vendos qeverist të mos na shes natyrën, dhe atë që na përket dhe atë që na takon me të drejtë për të jetuar dhe për ta shijuar. Brunella, ti si e ke përjetu protestën? Pra, ne mbajmë mend nga një organizim shumë i vogël, ti kishe një zemrim shumë të madh që ka shërbyer, do thoja unë, për zgjuar një pjesë të njerëzve. Dhe sot janë kaq shumë. Atëherë sot bëhet fiks një muaj nga ajo protestë dhe unë kam shprehur edhe në rrjetet sociale që për mua është, domethënë, ndjej një mirënjohje të jashtëzakonshme për çdo person që është momentalisht në shesh. Ndjej mirënjohje sepse nga një gjë që vogël njerëzit arritën të kuptonin që nuk i përkiste vetëm dikujt dhe 100 personave, por janë 100.000 probleme që kanë bërë 100.000, 200.000 persona bashkë. Se nuk mund të mendojmë që është një problem i vetëm. Jam shumë e lumtur, kam përjetuar me shumë shpresë, me shumë lumturi këtë protestë dhe përjetoj çdo ditë me shumë shpresë. Çfarë të mban akoma në shesh? Është dita e 17. Je çdo ditë këtu, të kam parë. Po, është qëndresa njerë, kemi vendosur të mbajmë qëndresë qytetare dhe jam krenare për këtë lloj qëndrese. Nuk do ta ndroja me asgjë. Është shpresa e madhe që unë kam tek brezi im. Një shpresë të cilën njerëzit mund ta përbuzin, mund ta tallin, mund ta denigrojnë, por ne kemi shpresë dhe besim te njëri tjetri dhe unë këtë nuk e ndroj me asnjë gjë. Edhe aty do jemi, është e sigurt. Prej angazhimit tënd, prej videos që ne kemi kryer si Citizens në protestën që kemi qenë në Zvërnec edhe më pas angazhimi yt në shesh, si është përjetuar nga të afërmit e tu, familjarët e tu, pra nga një njeri i zakonshëm, një qytetar i zakonshëm, duke qenë tani më si një figurë e njohur e Flamingove. Unë para ca ditësh dëgjova njërin, ishte një zotëri me biçikletë, kishte vënë një boks mbrapa dhe dëgjoja zërin tënd që kishte vënë në lupë. Dhe ishte intervista jote që luaj nëpër Tiranë. Këtë nuk e dija, kjo është shumë. Po, edhe djetë, gjova dhe unë. Kanë regjistruar besoj audion edhe vendosin në një lloj magnetofoni të vogël që kishte bashkangjitur te bicikleta. Është dhe frymëzuese në tel për momentin që jemi në shesh. Unë e respektoj shumë këtë gjë, mendoj që është egzageruar pak, se unë prap qytetare e thjesht jam, në mes të turmës jam, edhe nuk kam dashur kur protagonizëm nga kjo gjëja, kam dashur thjesht që të merret mesazhi. Unë atë dua që të merret mesazhi dhe njerëzit kuptojnë që të gjithë duhet ta kenë dhe ta gjejnë brenda vetes atë forcën për ta thënë fjalën, se liria e fjalës nuk duhet të jetë thjesht është a shiko se e kemi, është një përkufizim aty. Jam e lumtur për këtë gjën, për sa i përket familjes time, mami nuk e di ende që kjo intervistë është duke do ta marr vesh më vonë, do ta shoh. Nuk është se nuk ka familje që është e lumtur kur fëmia bëhet papritur protagonisti një gjëje kaq të madhe, sepse monedha ka gjithmonë dy anë. Më kupton? Për te anës krenarisë dhe lumturisë dhe fakti që ne jemi njerëz të ndershëm, të drejtë dhe të qytetarë të thjeshtë të këtij vendi, është edhe ana tjetër e medaljes. Faleminderit për gjithë angazhimin. Faleminderit juve për suport nga dita. Kemi të ftuar bonus në këtë podcast. Menduam se ishte fundi Brunella, por kemi edhe një jo shtoj. Se jemi në shesh, e kemi fatin që t'i kemi afër ftuarit, kemi zotin Arnen Sula nga tek bunkeri, që mund ta njohin gjithë si Arneni që mban flamingot ose Arneni i daulleve që ka ardhur me Shkop. Mirë se erdhe Arnen. Shumë faleminderit. Tani kjo çfarë është? Shumë faleminderit për këtë setup kaq lezetshëm si plazh. Duket sikur po ndillet disi që do ta bëjmë domethënë pushimet e verës do t'i kalojmë ke ky sheshi. Shpresoj që të rreq atje sa më përpara se kena punu gjithë vitin për të pas ato pushime. Arnen, sa flamingo ke sjell sot në shesh, se pam nga komunikimet që do sillin një numër shumë të madh flamingosh? Fatmirësisht biznese vendase janë bërë bashkë për të financuar, ndryshe nga çfarë thuhet nëpër media nga gazetar
spekulativ, biznese vendase kanë mundësuar bërjen e 110 flamingove. Jeni transparent për këto Arnen? Se ka dyshime të forta. Tash edhe Sorosi çik. Na thuaj tani pyetja kurreshja është cilës agjentur i përket? Unë vllai si Nga unë që pamja, kam si janë? studiuar në medrese, më takon që t'jem agjentur ani nga Arabia Saudite, nga Irani. Iranian. Në herën e fundit pushimet i kalova në Jordani, mund të themi që kam edhe aty tentakula, po Si e pa gjë? Tani që të bëhemi serioz, si e ke përjetu protestën? protesta ka qenë ngjarja më e jashtëzakonshme që ka ndodhur për le të themi në 34 vitet e fundit. Jemi mundu shumë që kjo ditë të vinte, duke bërë aktivitete pafund për ndërgjegjësimin e njerëzve dhe nxitjen e mendimit kritik, kështu që jemi pa fjalë, me thënë drejtën, shqyqyr që erdhi kjo ditë. Tani na performo korin tënd preferuar në Edhe diçka për njerëzit që ndoshta thjesht e shikojnë grupin me daulle që parakalon këtu te rruga, edhe kanë një lloj melodie, domethënë një si ndodh para përgatitja. Për çdo protestë krijoni një vi melodike që përshtatet me mesazhin, si funksionon? Me thënë drejtën, ne kemi krijuar disa vija melodike, por duke qenë se turma është shumë e madhe, ne mundohemi të përshtatemi thirrjeve të turmës, po edhe të krijojmë melodi për të krijuar pak energji gjatë marshimit që bëhet nëpër Tiranë. Tani cila është thirrja jote preferuar, me që kemi edhe daullën këtu? Kemi një këngë të re që është Ramamburg, na 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 na, Berishamburg, na 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 na. Bravo Arneli. E preferuar. Keni qenë realisht një grupim shumë i zëshëm në proteste dhe shumë kreativ, kështu që faleminderit për këtë. Na pëlqen me thënë drejtën kjo gjëja që jemi shumë diskret, që gjithë secili bën punën e tij pa dashur të ketë protagonizëm dhe kjo është gjëja më fantastike që ndodh në këtë protestë, duke qenë se të paktën nga grupimi jon askush nuk ka nevojë për protagonizëm, po e bëjnë të gjithë se janë njerëz të bukur edhe e ndjejnë këtë gjë me shpirt. Edhe një koment fundi ndoshta sa shpresë plot je për këtë protestë. Çfarë pret ti nga protesta? Me thënë drejtën, protesta për mua i ka përmbush çdo gjë, domethënë ka përmbush pritshmëritë, duke qenë se shqiptarët për herë të parë u bën bashkë. Në shesh mund shikosh njerëz nga komunitete të ndryshme, njerëz musliman, njerëz ish socialist, demokrat, nga partitë e vogla, nga komunitete të ndryshme pikërisht dhe social. Për më tepër, po bëjnë një kështu sqarim publik. Flamingot që do vinë me datë 20 në shesh janë financuar nga disa ish socialista. Kështu që E zbulove këtë. Ndoshta ish rilinda, se mund të jenë socialiste ende. Kështu që Faleminderit shumë Arnel, Faleminderit shumë vazhdo për mos të marrim asnjë minutë prezencën. nga zhurma dhe nga daullja, se ka rënë qetësia andej, kështu që Dë një sekuencë vogël me daulle thjesht si Nuk, sound. duhet Apo jemi me duhet grup. jeni grup. Okej, vazhdo. Tani është me vërtet i fundit. tani me këtë kështu transitionin kemi edhe të ftuarin e fundit me vërtet për sot. Nga qendresa qytetare. Qendresa qytetare. Super bluzë. Ëmbëlsira për në punë. Ëmbëlsira për në punë. Miguel, Shiko, këtu është një konkurrencë e madhe me outfitin. Miguel, neve me Janë të gjithë të krehur, të veshur, të unë bukur. dhe Risa kishim Ne përgatit dy qëndruam bluza, neutral. po duke qenë që s'kemi pas mundësi t'i lajmë, duke qenë që darkat kanë qenë zëna, po. s'kemi pas Miguel, mundësi. qëndresa Po ti na qytetare- përfaqëson mirë. Po mbas dorëheqjes mund të lani çdo gjë pastaj. po. Përfaqëson qendresën qytetare. Sot 17 ditë qendresë qytetare. Si ndjehesh, çfarë të ka sjell kjo protestë, si ke parë përfshirjen tënde të gjithë komuniteteve, të qytetarëve? Më në fund dikush e bëri këtë pyetje. Se përgjithsisht jemi marrë me këto temat e rënda, do dal lideri, pse më mungon, s'po mungon. Shiko, ne jemi shoqëri civile, si një pjesë e mirë prej jush edhe prej kolegësh. Në ndryshim nga politikanët kanë një qasje tjetër ndaj qytetarit. Ata i thonë, hajde me mua se unë do të shpëtoj. Atë që bën shoqëria civile ose një pjesë e mirë prej nesh është që pajis me mjetë e qytetarin, që edhe kur jemi ne, të ketë mundësi t'ja dalë. Është e kundërta asaj që bën politikani. Dhe unë ndjem shumë mirë
që këtu ka aktivist, njerëz të cilën e kemi komunikuar prej vitesh, janë rritur me frymën e organizimit ose të cilët në mënyrë independente kanë gjetur shtratin e tyre dhe kanë organizuar gjithë të gjë të mahnitshme, që vetë një nuk mund ta bënte dot, dhe unë jam shumë i lumtur që një copës e vogël nga kontributi që ne kemi dhënë për të përgatitur qytetar më aktiv, fillon edhe dhe kam përshtypjen që për këtë duhet një krenar ju me një pjesë e mirë e miqve që ne kemi punuar. Si e ke parë gjithë organizimin që ka sjellë në shesh, shumica për tyre përmes rrjeteve sociale, po ashtu mediave alternative, jo atyre tradicionale. Si e ke parë këtë lloj organizimin në formë qytetare duke i sjellë këtu pa një përkatësi partijake, po themi, nisi nga mjedisi, tani më është për ndryshim sistemi. Si e ke parë gjithë këtë organizim në mënyrë përmes rrjeteve sociale? Shiko, prej dhjetorit nuk ka ngel aktor ose faktor në hapësirën tonë shqiptare që nuk ka tentuar ta thras shqiptarin të protestojë. Partit politike të mëdha, të vogla, shpeshherë edhe ne si shoqëri civile, pra gjithmonë ka pasur tentativa të strukturuara për ta marrë qytetarin duke ditur që ka arsye skandale për ta sjellë këtu. Dhe për hir të vërtetës nuk ka pasur një përgjigje që do duhet që pritej. Dhe shumë nga individët filluan të diskutonin që ore nuk protestohet. Njerëzit kanë vdekur, janë e gjumë, reagimi politik, por ja që e gjithë kjo na dha një mësim të gjithëve ne, sepse qytetarët kanë përshtypjen që kanë nevojë të fitojnë një identitet të tyre përveç partive politike. Pra nëse vendi ka pasur opozit, sot ka opozit qytetar. Dhe kjo është momenti më i mirë në historinë pluraliste të Shqipërisë, që thua ndan tranzicionin nga ajo që po ndodh tashmë. Ti më thua si ndihesh, unë ndihem shumë mirë, dhe jam jashtëzakonisht. Me që ndihesh mirë, kemi një trup të madh, jo vetëm politik, po dhe opinion ndikuesish, opinion bërësish, që po flasin për agjentura. Ti, cilës nga 7 agjenturat që gjenden këtu në bulevard, cilës i përket? Unë me shumë mundësi jam poli, do me thënë poli agent, do me thënë unë si duke duhet shërbej për shumë zyra, dhe është shumë interesante që njerëzit me gjithë këto tentativa të qeverisë për ta goditur apo të zërave për ta goditur, i kanë marrë, i kanë kthyer në groteske, kanë qeshur me to, shumë të tjerë janë argëtuar dhe i kanë mbështetur protestuesin. Një tentativë e shëmtuar, por që nuk e vuajnë vetëm ne sot. Kjo është një histori me atë gjershfishtën, për shembull. Theshtë nëse nuk e bisht ta ngjisin, nëse ke ta kpusin, nëse se ke prap do merren me ty. Që do thotë ka një shprehje shumë bukur, nëse do të dëgjosh vetëm mirë për ty shitakullore. Kështu që kushdo qytetar që merr një angazhim dhe bën diçka të rëndësishme, do ketë një pjesë tjetër që do mundohet të jetë balë, të godas, po me rëndësi ka që ti jesh koshient për atë që bën, edhe ti shërbesh të përbashkëtës. Si mendon që mundet gjithë të energjitë akumuluar për këto 17 ditë në shesh edhe të reflektuar përmes fjalimeve, narrativave publike, mund ta çojmë për më gjatë? Pra, çfarë mund të sjellë kjo? Si mund ta targetojmë drejt një organizimi tjetër, qoftë qytetar, qoftë politik ose jo? S'ka gazetar që nuk i shpëton kësaj pyetje, ça do ndodh mbas. Dhe kush është ajo gjë? Po edhe njerëzit e pyesin si gjë, a ka nisur një struktura, do ketë diçka më politike për te kësaj? Shiko, një gjë është e sigurt. Çdo faktor në shoqërinë tonë që nuk transformohet dhe nuk merr mësime nga kjo, do i përkas të shkuarës. Ju e pat në një moment caktuar, jo vetëm partitë politike, po media u detyrua të transformohen sipas kërkesave të protestës, sepse do dilte nga tregu. Politika gjithashtu i janë bërë kërkesa, Berisha në Burg, Rama në Burg. Unë e kam edhe këtu, po do kthejmë kështu kur të dalë, do dalë këtej. Po, do dalë këtej. Që do të thotë, ka një potencial jashtëzakonisht shumë të madh që këtu keq mësime të marrësh. Kushdo që do i marrë mësimet i pari, shpresoj mos i marrë kryeministri, se ai ribrandohet dhe ne kemi parë, ai bëhet kështu, dani protestuese, unë protestues. U bë flamingo po si. U bë flamingo, më dolën studentët, jam unë student i pari thonë, gjithë jemi me studentët. Dhe unë mendoj që për shkak se e kemi provuar që ai mund të brandohet si jashtëmi, po jo së brendshmi, shpresoj mos bëj ai këtë ribrandim të parin, po them ka nevojë për opozitën të riformatohet, ka nevojë për partitë e vogla të ridimensionojnë pozicionin e tyre, pse jo të jenë bashkë,
dhe jo të jenë të përçar për shoqërinë civile që do duhet të punoj më shumë dhe energjit nuk kanë shkuar dëm në gjithë këtë histori, për median e thash, dhe potenciali është për të gjithë hapësirën për të demokratizuar. A do ketë forcë të re apo jo? Kjo është pyetja. Shiko, qytetarët kanë ardhur në shesh dhe kanë porositur kafe. Kushdo që përpiqet t'i jap paçe, duke i thënë që shiko se kjo të mban më mirë, do kesh më shumë energji, do të nevojitë, do vraposh më shumë, do jetë më i qëndrueshme, mund ta bëj. Problemi është që ne duhet jemi të kujdesshëm të lexojmë çfarë po kërkojnë qytetarët. Qytetarët po kërkojnë establishmentin të ndrohet, Shqipëria të jetë një e re, po t'i marrësh të sloganet në vetvete, përfaqësojnë një filozofi që do të thotë mund të lind këtu, apo mundet që një e vjetër të reformohet, apo mundet që të reja të bashkohen, apo mundet që shumë të reja mund të ndalin jo vetëm një këtu. Kjo mbetet për të parë, por kush nuk do përshtatet, ka vdekur, i përket shkuar. Gjitha mundësit janë tavolinë. Faleminderit shumë për kohën edhe bisedën. Mua më qefi shumë, nuk do zjas më. Jemi drejt mbyllimit. Faleminderit. Mbarojmë bateritë, jemi kështu jashtë, jemi Po mundesh të kamera të... Ja, po të edhe kështu. Dhe bluzën, bravo. Faleminderit. Ishte një kënaqësi e gjithë biseda, një podcast ndryshe. Shpresojmë që do kemi hapësirën muajin tjetër në bazë ngjarjeve për ta zhvilluar brenda apo jashtë. Do e shikojmë, na ndiqni materialet e Citizens. Ishte podcasti, e thasha edhe më para, shumë i lehtë për të organizuar, të gjithë të ftuarit i kishim këtu. Ka dhe pafund njerëz tjerë që ne për shkak të kohës, minutazhit, edhe faktit që nuk janë këtu një pjesë edhe lëvizën dhe janë të angazhuar me aspekte ndryshme protestës, nuk patëm mundësi t'i ftojmë, po patjetër ne do jemi këtu gjatë gjithë kohës, jo vetëm protestë, edhe jashtë saj kudo ku zëri jon ka një impakt edhe mund të bëjmë mirë për shoqërinë. Shpresoj që në podcastin tjetër të kemi për çfarë të flasim, ndoshta ndryshime që mund të sjell ky revolucioni Flamingo, mirë po deri atëherë mos ndaloni së vijuari për të na ndjekur në rrjetet tona sociale, në webin ton Citizens. Mirupafshim.